Kur një buf shikon, është ecje e cikleve tua. Kur një buf ndalon, ka një mbyllje cikli. Po e theksoj shumë thjesht. Le të flasim për ujkun. Një kafshë që realisht ka disa shekuj që shqiptarët janë shumë të lidhur me të. Sidomos pas kohës Aleksandrit Madh, si ne jemi populli i luanëve, por që politikat ndryshme të shumë shteteve dashakeqësi ndaj nesh, ka vite që e kam pas mbyt luanin tek ne. Enveri realisht forcat njerëz që njihshin këtë fuqi ka tentuar disa herë që ta rikthej luanin tek populli jon, por pa arritje, ndoshta do dhe kone vet. Tash kemi qenë deri tani deri në periudhë tranzicioni koha e hienave, që realisht po mbaron edhe ajo, dhe po vjen koha e luanit përsëri, koha e përndritur e kombit tonë. Ujku. Gjykatësi i shpirtit. Kur ujku ulërin dhe syt i shkëlqenj të kuq, nuk është reflektim dritë. Ai po thërret shpirtrat e vdekur. Sekreti ndaluar. Ujku ha vetëm atë që e vret vetë. Pse? Sepse ai merr shpirtin e gjallë. Ai nuk ha mish, ha energjinë e jetës. Pra të asaj që kafshën që e myt. Ujku që shikon të varri në hënë të plotë, po tërheq shpirtin që nuk ka shkuar, po e çliron. Të vërteta të fsheta. Në shamanizëm ujku është gjykatës. Kur shpirti vdes, ujku vendos. Je luftëtar ose frikacak, pasi dihet që ujku është shpata e Zotit. Nëse je frikacak, ujku të ha. Ka treguar shumë vende që njerëz janë përplas me ujkun, nuk kanë pas frikë, asgjë s'ka ndodhur. Nëse je luftëtar, ujku të shoqëron. Ujku që vjen në fshat ditën. Ai nuk po kërkon ushqim, përveç instiktit fizik. Ai po palajmëron luftë, uri, ose një smundje, një vdekje masive në vende të caktuara. Sekreti ekstrem. Nëse ujku të shikon dhe ti nuk kthen kokën për 3 minuta, ai të pranon si shaman. Pra, të përulet. I e thirrur për të ecur midis botëve. Ujku ka shumë mistere. Mund të shikoni në Instagram edhe një video të shkurtër time kur kam prek një ujk. E flasim më poshtë. Ujku që të ndjek, pra për ëndrat, prik ndaj vetës. Ujku që të rrim pranë, ke pranu instikte madhore. Dhe ujku i bardhë, ku i del në ëndër, ke një bekim të jashtëzakonshëm. Le të flasim për diçka që është prek shumë pak. Pasi shumë gjëra kanë shku mas cikleve, si të sektizmi, si të shumë gjëra, dhe si që dihet shumë vende momenti që të vendoset të bëhet Williami, që shumë njerëz që kanë lexuar e presin me padurim, sidomos rumunt me shqiptarët dhe spanjollët, kur bëhet princi William mrap, por për ne shqiptarët sidomos, do jetë komplet ndryshe. Do mbijnë shumë lidera shqiptarë në për shumë vende të botës, do ketë një zhvillim të jashtëzakonshëm, por nuk do të harrojmë edhe detyrat tona, pasi siç dihet, lura dhe njerëz që kanë vizione shumë në lurë, ka vite që i theksojnë ëndrat që presin ulërimin e ujkut. Por jo vetëm ulërimi e ujkut, ata presin me padurim dhe shumë djemë të ri dhe shumë të pasur kanë vendosur shfaqjen shpesh me luana të vegjël, që tek bota e krimit, që tek bota e famshme dhe shumë vende të tjerë të ndryshëm, njerëz ndryshëm, pa vetdije po kërkojnë mbrojtjen absolute. Dhe mbrojtja absolute është, pasi dihet ne si popull kemi pas një bekim nga Rothschildët, që nuk do të harrojmë, pra nga Illuminati, pas shumë shekujsh, luftrave dhe gjëra, janë disa gjëra që janë ndame,
edhe pse në kohën e komunizmit ishin nga në bllokun tjetër, shumë nga liderat kërkonin, por ishin të nda me bllоqet, siç është përfol shpesh në për media për bashkimin e përbërjen e kodit gjenetik kombit ton. Kodi gjenetik nuk mund të realizohet pa u vendos një luan pa i bo 3 muaj, 90 ditë, por që duhet vim me bekimin e familjeve Rothschild tek ne, dhe që luani duhet ta ketë nonën një luanesh të vjetër afrikane, atëhere shumë gjëra pa kuptu, shumë perdeshë, shumë pengesa që janë kry popullit ton, do hapen. Për disa që thënë jo mos sjelli rrezik, vetëm aksidentet morim parasysh sa aksidente vdesin njerëzit në Shqipëri, nuk mund t'i shkaktoj një luan në pyjet e vendit ton, por duhet të harrojmë ekuilibrin natyror. Dhe luani mbreti i xhunglës, pra ekuilibri. Kur fare mirë mund të krijohet një skuadër për të mbajtur perimetrin e lurës, por ama pa e kuptu, populli jon do arrijë një nivel shumë të lartë. Le të flasim për Shqiponjën, një ndër mbretërit, që është edhe simboli i mbijetesës kombit ton. Kur Shqiponja fluturon në rraf mbi një vend 3 herë, atje do ndodh diçka e keqe, e dhunshme brenda 3 muajve. Sekreti ndaluar. Shqiponja nuk mbart çdo shpirt, vetëm shpirtrat e luftëtarit, të vdekurit me nder. Ajo i zgjedh ato. Shqiponja që bie e vdekur nga qielli, pushteti i saj toke po rrëzohet. Një mbret, një president, një lider, do bjeri. Të vërteta të fsheta. Në shamanizëm, sidomos te mongolët, Shqiponja është engjëlli, tengeri.